LDK ka insistuar sepse është çështje ligjore, është çështje ligjit. Se vetëvendosje. Jo, unë po them, se LDK ka insistuar që këtë mos pranohet, si propozime vetëvendosje, se është çështje ligjore. Ligji e rregullon sakt mënyrën e votimit të qytetarëve tonë në diasporë. Pse vetëvendosje ka kërkuar që të votohet në përqendra të tjera edhe në për lokale, biznesi e shërbimi, natyrisht që ka vetëm njëmën të manipulimit të votës e diasporës. Natyrisht që vetëvendosja është munduar që pastaj, kur s'ka kalu sepse është jo ligjore, ta përkthejnë diçka tjetër se LDK-ja nuk e dën diasporën sepse diaspora është me vetëvendosje. Rezultatet e zgjedhjeve nacionale dhe rezultatet e zgjedhjeve lokale kanë kuptuar në mënyrë të bollshme që qytetarët tonë në diasporë gradualisht secilën ditë po e kuptojnë mashtrimin e madh dhe këtë qeveri mashtruese të zotit Kurti dhe nuk do ta japin votën e tyre ashtu siç e kanë vënë. Është detyrë natyrisht e jonja që të punojmë me qytetarë që të jenë sa më të informuar. Është thjesht LDK-ja ka mbrojt parimin e ligjshmërisë sepse vota është e shajtë, ajo nuk duhet të manipulohet dhe si e tillë duhet të sillet në Kosovë mbi bazë të procedurave ligjore dhe të ligjit që ka propozuar vetë qeverisja e vetëvendosjes dhe që është miratuar në Parlamentin e Kosovës. Supremja megjithatë e rrëzoi ankesën e lëvizjes vetëvendosjes për kësaj çështje, por pati sërish reagime nga ana e vetëvendosjes, saktësisht nga antari i vetëvendosjes në KQZ Alban Krasniqi, i cili tha se pra duket sikur vendimi në vendim të kenë folur vetë LDK-ja dhe PDK-ja. Tani ajo që ndodh me vetëvendosjen dihet, kur ligji dhe vendimet e gjyqësorit ju bin tamam, thirrën e qirrën në emër të atij vendimi. Kur nuk u bin tamam, thonë se ligji është i keq, ose ata që punojnë atje te sistemi gjyqësor janë të LDK-s dhe janë të tjerë dhe nuk janë të vetëvendosjes. Pra, kur ligji është tamam, po bëj ka, kur ligji nuk ka tamam, ka drejt vetëvendosjes. Jo, në një shtet demokratik, në një sistem juridik të qëndrueshëm, janë funksione e pushtetet të ndara dhe kjo është e mira e LDK-s që të respektojë vendimet që bien nga shtylla e gjyqësorit, në mënyrë që ato na sigurojnë se si të tilla ne po mbrojmë rendin juridik edhe kushtetues. Si ka mundësi që LDK-ja ta ketë ndikimin e vet te Gjykata Supreme kur tashmë 5 vjet është në opozit edhe ku tashmë nuk ka asnjë ndikim, po flasim për zotin Kurti edhe për qeverinë e tij që tashmë 5 vjet po bëhen në qeverisje. Sa të besoni se po ndodh ky lloj etiketimi nga vetëvendosja? Po mjafton për një nxënës të drejtimit juridik të shkollës së mesme të marrë dhe të lexojë nenin që nuk mund të votosh në kafe në Düsseldorf, nuk mund të votosh në stacion treni në Zyrich, por duhet në vende adekuate, në procedurë adekuate, në mënyrë që të sigurohet faktikisht kredibiliteti i votës nga diaspora. Unë besoj kërkush me qytetar në diasporë nuk janë të interesuar. Besoni se kanë ditur dhe nga vetëvendosje këtë, por vetëm e kanë kërkuar? Jo, ata ju e keni pa. Kur ju duhet diçka, kur janë në panik, e kur janë në frikë, mundohen me ka përqy çdo nen e çdo leç në mënyrë që me arrit deri te qëllimet e tyre. Shumë e thjeshtë, besimi i tyre fundit ka qenë që spakut kenë mundësi të manipulimit të një numri të caktuar të votës nga diaspora. Unë jam shumë i gëzuar që LDK-ja, po dhe partitë e tjera, kanë qenë një zëri që ajo që është e rëndësishme, vota duhet të sigurohet. Për kënd voton votuese në diasporë, është çështje e demokracisë dhe e tij dhe e besimit që kanë ndaj partive politike dhe ndaj kandidatëve në listat zgjedhore, njëri prej të cilës jam unë, por ne duhet të sigurojmë që ajo votë nuk keq përdoret.